Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju ngjarjet edhe dinamikat më të fundit. Siç duket, intervista e Egli Tako vazhdon të emocionoj Gjestin. Fansat, në fakt ndjekësit e Gjestit, kanë filluar në për TikTok të bëjnë montazhat të videove që Gjesti dhe Egli kanë biseduar bashkë brenda shtëpisë së Big Brotherit, ku Gjesti ka thënë që unë ty të jam bërë thjesht një obsesion, të jam bërë një pasion, të jam bërë një fantazi. Në këtë mes nuk ka dashuri në kohën kur Gjesti dyshonte, por në anën tjetër kemi fjalët të Egli që i ka thënë që unë të dua, por njëkohësisht Egli që ka thënë në portokalli që buri im në tentativ. Dhe fjala e thënë që mes meja dhe Gjestit ka qenë një lojë, ku në këtë rast, duke nxjerrur Gjestin mashtrues tek ndjekësit e fansat, ka krijuar një debat shumë të madh, por siç duket ka prekur edhe Gjestin. Tani Gjesti ka bërë një këngë dhe e ka nxjerrur në Instagramin e tij në një video që ju do të shikoni. Ka nxjerrur në Instagramin e tij me veshjen e Kombëtares, duke e kënduar këngën Obsesion, është një këngë spanjole, këngë e njohur në fakt, që flet për dashurinë, për këto dashurijat që janë më shumti iluzione se sa dashuri reale. Kjo nuk kupton që Gjesti vazhdon duke e thumbuar Eglin për fjalët që Gjesti ja ka thënë më herët. Siç duket Gjesti është prekur shumë nga intervista dhe nga mënyra që Egli foli. Tani un kam këtu një dyshim dhe këtë dyshimin tim do ta hedh pranë jush. Pse Gjesti u lëndua kaq shumë që Egli pranoi të tregon të vërtetën? 1. E dyta, a është kjo në fakt e vërteta e madhe që Egli tha, apo thjesht vazhdojnë të dy të jenë të koordinuar edhe po bëjnë një lojë të bukur te publiku që në fund do të befasojnë komplet publikun. Showbizi e ka këtë defektin, pa marrë parasysh se sa të dalin të flasin, pa marrë parasysh se sa të dalin të argumentojnë, të thonë gjërat, në fund të ditës përsëri mbetet një pikë pyetje, çfarë po ndodh me këto njerëz? Dhe pikërisht ajo që unë sot do të drejtoj drejt jush pyetjen tim është kjo. Çfarë po ndodh mes Eglit edhe mes Gjestit? Gjesti mundohet që nëpërmjet këngëve të thumboj Egli Takon, ndërsa Egli në asnjë mënyrë nuk bën asnjë lloj reagimi në Instagramin e saj, vetëm duke ndjekur punën, projektet, këngët dhe gjithçka të bukur që Egli do sjell. Domethënë një farë mënyre, Egli në asnjë lloj postimi, le të themi kështu, nuk po ja var Gjestit fare, ndërsa Gjesti mundohet që nëpërmjet këngëve të thumboj. Tani, duke u bazuar pse e quajmë thumbin e Gjestit këtë, duke u bazuar në fjalët që Gjesti ja ka thënë në Big Brother, që tashmë fansat e tyre bëjnë montime të ndryshme të videove, të momenteve të tyre, të shprehjes së dashurisë etj, vjen ky reagimi që Gjesti në fakt ka bërë në Instagramin e tij duke i thënë Egli që unë për ty jam bërë një obsesion dhe vazhdoj të jem një obsesion. Edhe pse duke parë reagimin e Eglit në momentin kur Dalina e pyetën për Besartin apo për Gjestin, do me thënë ishte një reagim i heshtur, sy të mbushur me lot, një përgjegjësi e madhe për veten, deri në momentin që Egli tha që ka qenë një lojë. Do me thënë tani këtu ishte pak problematikja, se nuk ma merr mendja mua që ka qenë një lojë, por nuk ma merr mendja që dhe Egli e tha në konotacionin se ka qenë një lojë brenda aty, por e tha në kuptimin që ka qenë një lojë, ndoshta nga ana e Gjestit që nuk
e ka mbështetur Eglin dhe nuk e ka dashur Eglin dhe në asnjë mënyrë nuk e ka pranuar Eglin, sepse domethënë një çift i cili kishte dashuri, por e bën gjëmën e madhe për një qime, qimja që u bë histori dhe u komentua, u shndrua në debate, u bë pjesë serioze e televizioneve shqiptare. Domethënë kemi shumë pikpyetje në këtë mes të një dashurie, por pas përfundimit të Big Brotherit gjërat dolën krejt ndryshe. Domethënë një çift që bën televizje të njëjta, që shprehte fotografi të njëjta, që shprehte lokacione të njëjta dhe që në fakt jepeshte dyshimi që kjo marrëdhënie është shumë e mirë. Tani Gjesti, siç duket, ka filluar të reagoj ashpër, do me thënë me thumba në Instagramin e tij, ndoshta në një moment të shpejt i ftuar në një intervistë do të godet ashpër Eglin dhe ndoshta do t'i tregon qoftë edhe mesazhet sekrete, sepse Egli tha që nuk e ka më numrin e Gjestit, por nuk u pyet nga Dalina e ke patur më herët numrin e Gjestit nëse nuk e ke tani. Nuk foli shumë për marrëdhënien sepse preferoi që të mos flet për njerëzit të cilët nuk janë aty si puna e Gjestit, por foli për Olsin, që realisht as Olsi nuk ishte aty. Do me thënë, është intervistë pak e koklavitur si gjë, mënyra e shpjegimit është pak e koklavitur, që do me thënë të çon të mendosh shumë, por gjithsesi që ka një lloj krisje përfundimtare në këtë mes edhe që nuk ka, do me thënë, një lloj marrëveshje për këtë intervistën, për këto fjalët e thëna, duket sepse Gjesti duket shumë i irrituar në raport me Eglin dhe në mënyrën se si Egli është shprehur, sepse ndoshta Gjesti e ka pritur që do të vijë një moment kur Egli do të dalë në për intervista në media shqiptare dhe do ta tregojë të vërtetën tonë. Domethënë kjo mendoj që është një mendim, asgjë tjetër më shumë. Por gjithsesi, publiku ka filluar me që tani të bëj montazha, do me thënë duke u munduar që të kuptoj nga Egli përse e tha punën e lojës në dashurinë me Gjestin, kur brenda shtëpisë së Big Brotherit ishin çifti që bënin mrekullira, edhe pse Gjesti gjithmonë, me thënë, ka qenë pak më i larguar, i thonte që nuk dua të të lëndoj, nuk dua të bëj diçka që nuk e ndjej, nuk dua të jem me një dikë që nuk e ndjej. Por, do me thënë, Gjesti pas ka vazhduar që të ketë një lidhje tjetër, e tjerë, pas ka qenë i lidhur jashtë, gjërat të cilat Gjesti nuk i tha kur brenda, por ishte Egli ajo që bënte më së shumti, do me thënë, atë presionin, le ta quajmë, ose të paktën kështu u duk për të qenë sa më shumë me Gjestin. Por e gjitha kjo fabula e bukur që nisi brenda kësaj shtëpie, u ndërtua në atë shtëpi, u përfole dhe jashtë 3-4 muaj me radhë, siç erdhi shtatori, fjalë thënë nga Ambëri që këto të dy shtatori nuk i gjen bashk, do thënë siç erdhi shtatori, Egli doli dhe foli dhe tregoi të vërtetën me Gjestin. Dua të marr mendimin tuaj për thumba që tani Gjesti bën kundër drejt Eglit.